për ata nuk ka as frikë, as që do të brengosen. Ata që mohuan dhe përgënjeshtruan argumentet tona, të tillët janë banues të zjarrit, ata do të jenë aty përgjithmonë. O bijtë e Israelit, kujtoni, jeni mirënjohës për të mirat e mia, të cilat u adhurova juve dhe zbatoni premtimin që më keni dhënë mua. Unë zbatoj atë që u premtova dhe të më keni frikë vetëm mua. Dhe besoni atë që e shpalla, Kuranin, e që vërteton atë që e keni ju e mos u bëni mohues të parë të tij, dhe mos i ndroni ajetet e mia, Kuranin, me një vlerë të paktë, por vetëm mua të ma keni dronë. E mos e ngatroni të vërtetën me të pavërtetën, dhe me vetdije të fshehni realitetin. Falni namazin dhe jepni zeqatin, dhe falnu me ata që falen, bini në rukue me ata që bin. Apo ju udhroni, thirrni njerëzit për punë të mira, e veten tuaj po e haroni, ndërsa ju e lexoni librin Tevratin, a nuk po mendoni? Kërkoni ndihmë në të gjitha çështjet, me durim dhe me namaz. Vërtet, ajo është e madhe, vështirë, por jo edhe për ata që kanë frikë Zotin, të cilët janë të bindur se do të takojnë Zotin e vetë dhe se ata do t'i kthehen atij. O bijtë e Izraelit, përkujtoni dhuntin time, të cilën u adhurova, dhe unë ju pata të parët tuaj, dalluar ndaj njerëzve të tjerë të asaj kohe. Dhe ruajun një ditë kur askush askujt nuk do të mund t'i kryejë asgjë, kur nuk pranohen për te, jo besimtarin, do një ndërmjetësim dhe nuk pranohet për te kompensim, as që do të ndihmohen ata, fajtorët. Përkujtoni edhe kur u shpëtuan prej popullit të Faraonit, që nga ai shijua dënimin më të idhët, dhe ua theruar bijtë tuaj e duke ua lënë gjallë gratë tuaja. E këtë tortur përjetuat një sprovim të madh nga Zoti juaj. Dhe kur për ju e ndam detin e ju shpëtuam, ndërsa i thtarët e Faraonit i fundosëm e ju i shihnit me sytë tuaj. E kur i premtuam Musait t'ia japim Tevratin 40 net, pas ti ju, pas i shkoi ai për Tevrat, e adhuruat viçin, ju ishit dëmtues të vetes suaj. Mandej edhe pas asaj u falem gabimin, ashtu që të falenderoni. Dhe përkujtoni, kur i dha Musait librin, dadhuesin në mënyrë që të udhëzoni në rrugë të drejtë. Dhe kur Musa i popullit të vet i tha, o populli im, me adhurimin e viçit në vend të Zotit, ju i bët zullum vetvetes, pra pendohuni para krijuesit tuaj dhe mbytni vetveten. Kjo për ju është më së miri te krijuesi juaj. E ai u pranoi pendimin tuaj. Ai është mëshirues, ndaj pranon shumë pendimin. Dhe kur i that, o Musa, ne nuk të besojmë ty derisa ta shohim Allahun haptazi, atëherë juve u rrëmbeu rufeja, zjarri dhe ju e shihnit. Pastaj që të jeni mirënjohës pas vdekjes suaj, juve ju ngjallëm. Dhe ne bëm që rret t'ju bëjnë juve hije, ju furnizuam me rëshirë të ëmbël dhe me shkurtëza. Ju tham, hani nga të mirat që ju furnizuam. Ata nuk qenë mirënjohës, por neve ata nuk na bën kurfar dëmi, por ata dëmtuan vetveten. E kur ju tham, hyni në këtë fshat vendbanim dhe hani në të lirisht ku të dëshironi, e hyni në derën e fshatit për ulur dhe thuani, hitatun, ndjes, në u afalim mëkatet tuaja, e bamirësve u ashtojmë shpërblimin. E ata që ishin mizor, ata që u ishte thënë e ndryshuan me një fjalë tjetër, e ne për shkak se ata kundërshtuan, lëshuam nga qielli një dënim kundër atyre që ishin mizor. Dhe përkujtoni kur Musai kërkoi ujë për popullin e tij, e ne i tham, bjeri gurit me shkopin tënd. Atëherë nga ai gufuan 12 kroje që secili grup e dinte vendin ku do të pinte ujë. U tham,
hani dhe pini nga begatit e Allahut, e mos vazhdoni të jeni çrregullues në tokë. Madje kur ju that, o Musa, ne nuk mund të durojmë, ham vetëm një ushqim të njëjtë. Lute pra Zotin tënd për ne të na furnizojë me diçka mbi toka prej perimeve të saj, prej tranguje, prej hudrave, prej thjerze, grosh dhe prej qepove të saj. Musai tha, a kërkoni ta ndëroni të mirën për atë që është më e thjeshtë? Zdirgjuni pra në qytet, se aty do të keni atë që kërkoni. E mbi ta rëndoi poshtrimi dhe skamja, ata kundër vetes shkaktuan hidhërimin e Allahut. Kjo ndodhi nga sa ata mohonin argumentet e Allahut, mbytnin pejgamberet pa kur fat të drejte dhe për shkak se kundërshtuan dhe i kalonin kufit në të keqe. Vërtet, ata që besuan, ata që ishin jehudi, krishterët, sabejët, kishun lëshuar fenë e adhuronin engjëjt, kush besoi prej tyre sinqerisht Allahun dhe botën tjetër dhe bëri vepra të mira, ata e kanë shpërblimin te Zoti i tyre. Për ta nuk ka frikë, as nuk kanë përse të pikëllohen, pasi që besuan Allahun, librat të dërguarit në mesin e të cilëve edhe Muhammedin. Përkujtoni, kur ne patëm marrë për ju shbesën tuaj, ngritëm mbi ju kodrën, turin, u tham, veproni sipas atij, Tevratit, qua dham me seriozitet, e mësoni atë që është në te, ashtu që të ruheni. E pas asaj, besës, ju më vonë i akthyet shpinën e po të mos ishte mirësia dhe mëshira e Allahut ndaj jush, ju do të ishit prej të dëshpëruarve në të dy jetrat. Ju tani më e keni të njohur çështjen e atyre nga mesi juaj që nuk respektuan urdhërin në të shtunën, e ne u tham, shëndrohuni në majmun të përbuzur. Ata, shëndrimin e tyre, e bëm mas ndëshkuese për ata që e përjetuan me sy dhe për të pastajshmit, por edhe si këshill për të devotshmit. Përkujtoni, edhe kur Musa i popullit të vet i tha, Allahu ju urdhron ta therrni një lop, ata than, a bën tallje me ne? Ai tha, Allahu t'i mbështetem të më ruaj e të mos bëhem nga ignorantët. Ata than, lute Zotin tënd për ne, të na sqaroj çfarë është ajo. Ai tha, ai thot se ajo është një lop as i vjetër, e moshuar, as e re, mosqer, është e mesme, zbratoni pra atë që urdhëroheni. Ata than, lute Zotin tënd për ne, që të na sqaroj çfarë është ngjyra e saj. Ai tha, ai thot se ajo është një lop e verdhë, ngjyra e saj është e fortë që kënaq shkuesit. Ata than, lute Zotin tënd për ne, që të na sqaroj çfarë është ajo, se lopët na janë përzier, janë bërë të ngjashme, e ne do ta gjejmë të vërtetën në dashtë Allahu. Ai tha, ai thot se ajo është lop jo e lodhur, duke lëruar tokën, as duke ujitur bimët. Ajo është pa tëmeta dhe në të nuk ka shenjë ngjyrë tjetër. Ata than, e tash na e sqarove sakt dhe e therrën atë, e përpak e lan pa e kryer punën. Përkujtoni, kur e patët mbytur një njeri dhe u kundërshtuat me zveti për te, e Allahu është zbulues i asaj që mbanit mshet. E ne u tham, më shoni atij të vdekurit me një pjesë të saj të lopës së therrur. Ja kështu Allahu ngjall të vdekurit dhe u asqaron argumentet e veta, ashtu që të kuptoni. Edhe pas fakteve të qarta, zemrat tuaja u bën pasandej të forta si guri, edhe me të forta, sepse ka nga gurët prej të cilëve gufojnë lumenj, e ka disa prej tyre që qahen dhe prej tyre buron ujë. Madje ka prej tyre që nga frika ndaj Zotit rrokullisen ta të pjetë nga maja e kodrës. Allahu